Ka një qytetar që ka në pikpyetje, në duhet ta bëj apo në nuk duhet ta bëj rivlerësimin në këto kushte ku jemi sot. Çfarë ju i sugjeron? Unë do t'i sugjeroja dhe do t'i këshilloja, në qoftë se ato, më thënë, rivlerësimi gjithsesi është një vlerë që duhet ta shtosh pasurinë tënde. Por, nga buxheti financiar që ka një familje, në qoftë se ai, për shembull, për flasim për afërsisht për 7-8 vjet ose për 10 vjet, nuk kanë dëmend të traskiptoj në shitje pasurinë e tyre, për mendimin tim, unë vetë si individ nuk do ta bëja rivlerësimin. Nuk do bëja rivlerësimin. Nuk do ta bëja rivlerësimin. Arsyeja tjetër që unë nëse do ta bëj rivlerësimin është që unë kam një plan si investitore ose si individ që do ta mbaj edhe kaq pronën time dhe më pas do ta nxjerr në shitje dhe në shitje. Atëherë unë do ta përfitoja për 3, mendoj sepse rivlerësimi mund të bëhet edhe mas 3-4 viteve, mund të bëhet edhe 5 viteve. Nuk është të thënë që ky është rivlerësimi i fundit i tatim fitimit. Ekziston mundësia që, domethënë, mund të ripërsëritet, si vendet e Ballkanit që e aplikojnë vazhdimisht, përveç se disa vendeve europiane. Por, fakti që ato duhet bëjnë rivlerësimin është vlera e shtuar e pronës për të bërë transkriptimin e shitblerjes të pasurisë të tyre. Dhe ka shumë qytetarë që kanë ngelur gati për 12 muaj, për 14 muaj me kontrata premtim shitje, vetëm për të pritur tatim fitimin më të vogël nga 15 në 5%.